Tregom një pak sa është e rëndësishme edhe kjo pjesa që po thu profesoresha na përkra, sa është e rëndësishme me ju përkra shoqëria, profesorat. Është shumë e rëndësishme. Shumë është e rëndësishme. Qysh kena ato komentet mas që u bënë virale? Do më thonë kena pas për shoqënis, për rrethit tonë, për familjarëve, për profesorëve dhe profesoreshave, do më thonë kemi pas shumë komente të mira, kemi pas komente motivuse. Do më thonë, në kanë thonë që pa marrë parasysh çfarë do lloj komente ose çfarë do lloj njerëz që i bin negativ, asnjëherë mos ndikoni për tyne, vetëm na kanë jap motiv, na kanë jap vullnet, i falenderojmë gjithë shoqënin, kolegët, të gjithë. Mirë shumë. Cili ka qenë një prej komenteve më të bukura vdyl që keni bërë deri tash? A ka pas ndonjë koment që të ka emocionu kështu ajo? Është pak i got, edhe arrova pak. S'ka lidhje. Shkurtoje pak. Mundesh me na cik. Jam krenare, ka shkru që ka ende djemë të ri që kënojnë kësi konge që të arqeth trupin. Po. Kërë kom pasi ato më ka pëlqy shumë si komente. Kemi pas shumë komente, bukra, shumë komente të mira. Muj me thonë si lloj referate na kanë shënu në komente, edhe jam shumë falendërues ndaj tyre. Sigurisht, to veç ju japin motiv. Po ndonjë koment që ma tron diçka që e keni marrë? Se dim na kështu si shoqëni vet. Mas pare me jap një koment negativ, tani diçka pozitive. Po kemi pas edhe komente të ndryshme. Ju ku këtë ri nuk jeni për këtë punë. Mu mas pare kanë thonë ti me të nuk këngë patriotike. Talenti nuk shkon me mosha, i the. Po, edhe ashtu, po. Po, mu mas pare më kanë thonë këngë patriotike nuk ndonë me vath në vesh, për shembull. Po kupton, unë nuk lidhet stili me po tash ju jeni tri, ju nuk jeni për këtë punë, nuk jeni për këtë zhandër, po. Nuk ka problem, ajo punë, na apet kena më vazhdu që më punë sa më serios në punë, sa më të përkushtun, edhe normal që nuk kemi mundal me kaq. Mirë shumë. Ky viraliteti që ju ka bo juve të famshëm tash, se po ju njohim gjithë. Po. Sa ju ka ndiku edhe në jetën e përditshme, në mënyrën se si flisni me shokët, me njerëzit? Normal që na ka jap shumë hapësirë që me pas punë me çfarë do lloj karakteret njerëzve. Do më thonë edhe me njerëz kështu normal, qytetar të rregullt, edhe me profesoresha, moderator, do më thonë gjithë që janë tipa serioz edhe që janë të punës. Na ka ndiku shumë për të mirë, sepse una ata i falenderoj mas pari shumë që na marrin për bazë edhe na marrin shumë serioz në punë, edhe na japin kritika shumë të mira. Po juve talenti nuk ju mungon, dhe për këtë arsye sigurisht që do të vlerësoni. Sepse ju nuk keni dalë kot në TikTok, por keni dalë me një talent që doni me e shfaq edhe me një audiencë më të madhe. Unë me një video